Duke ju referuar deklaratës së një ditë më parë të kryeministit Christian Mickoski, i cili tha se qeveria mbetet në qëndrimin se nuk do të pranojë ndryshime kushtetuese pa garanci dhe pa kushte të qarta për vazhdimin e procesit eurointegrues. Zëdhënësja e LSDM-s Bogdanka Kuzeska akuzoi Mickoskin se po heqi dorë nga perspektiva europiane e vendit dhe po e çon Maqedoninë e Veriut të drejt izolimit. Ajo ka vlerësuar se qeveria nuk ka vullnet për të zbatuar reformat e nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Christian Mickoski pranoi se ai dhe organizata e tij kriminale VMRO DPMN nuk duan që Maqedonia të bëhen antare e Bashkimit Evropian, jo sepse nuk besojnë në Evropë, por sepse kanë frikë nga ajo që sjell Evropa, gjyqësor të pavarur, prokurori publike evropiane dhe përgjegjësi për të gjithë ata që e kanë plaçkitur dhe shkatëruar shtetin. Pikërisht, kjo e frikson Mickoskin, nuk do të mund të kurdisë më tender partijak, marrëveshje milionëshe me kompani të afërta dhe keq përdorim të parave të buxhetit, nuk do të mund të vazhdoj të vjedhin parat e qytetarëve. Sipas saj, qytetarët e duan antarësimin në Bashkimin Evropian sepse, siç tha, kjo nënkupton standard më të mirë jetese, ekonomi më të fortë, investime të huaja, qasje në tregun evropian dhe mundësi më të mëdha zhvillimi për të rinjët. Evropa nënkupton arsim cilësor sipas standardeve evropiane, programe zhvillimore për studentët dhe mundësi reale që të ndërtojnë të ardhmen në vend e jo të detyrohen të blejnë bilet vetëm për një drejtim. Evropa nënkupton qasje në fondet zhvillimore evropiane në vend të borxheve, ndërsa për qeverinë e Mickoskit, Evropa do të thotë fund i tenderave kriminal, fund i pandëshkueshmërisë dhe vendosje e përgjegjësisë, pikërisht prej asaj së cilës ata ikin. Kuzeska vlerësoi se Mickoski erdhi në pushtet me premtime që nuk i përmbushi edhe sot. Në vend të reformave tha se po kërkon justifikime.